E ja, dhe të falenderoj shumë që jenë në studio. Ato billboardat për na marrin syt për Popaj, që ti flasim disa detaje. Ma mirë në studio. Rato, të falenderoj shumë që jenë në studio. Faleminderit. Kënaqësia është e jamja që të kam në studio për diçka të bukur dhe diçka ndoshta që jam unë të pak se në emision që sapo, nëse po pres me fol për Popajs. Faleminderit shumë që në studio. Faleminderit, mersi. Të uroj shumë sukses dhe po besoj që feedbacku është shumë i mirë deri në momentin që po flasim apo jo. Po, prej krejt punës që e ka bërë ekipa në Kosovë, po shohim që edhe musaferët të gjithë me po e presin. Ne jemi afër datës së hapjes, shumë shpejt do sillem një brand kaq të madh, me një shije kaq të pëlqyer dhe të munguar në Kosovë që këto vite. Andaj ne kemi ndezur shumë motora dhe shpejt do japim. Unë mezi po pres, kur brendet e mëdhaja globale, sidomos të ushqimit vinë në Kosovë, feedbacku shumë i mirë dhe njerëzit me shumë stres mezi presin hapjen që ti provojnë ato ushqime, kështu që më thuaj pak keni shumë presion, po e shijoni shumë këtë periudhën deri në hapje? Po në këtë dekadën e fundit zhvillimi i këtyre brendeve të mëdha ka ndodhur shumë fuqishëm. Kjo tregon që tregu ka qenë i gatshëm, kjo tregon që këto shijet amerikane janë të pëlqyera, kjo tregon që siguri janë në ushqim dhe gjithë ato përbërësit të cilët këto brende i përdorin, aq të sigurt dhe aq të shijshme, atëherë janë përqafuar nga tregu jonë. Për këtë dhe ne vazhduam me sjelljen e brendeve të reja, kësaj radhe me një brend të produkteve të pulës, e cili po themi një heritage nga 1972 në Louisiana, ku kryefjala e ushqimit të rinë produkte të pulës dhe përgatiten me një mënyrë të veçantë, si nga pjekja, ashtu edhe nga përgatitja e erëzave, ashtu edhe nga shija e fortë, sepse kjo ishte ajo ideja, që sillet një shije se tregu jonë kërkon ato shijet e forta, ato shijet me shumë flavors. Dhe është pikërisht Popeyes i cili ofron këto si rezultat i një trashëgimie të pasur të pulës që vjen nga Louisiana. Edhe kjo po besoj që do të jetë veçantia e kësaj më e madhe, sepse pastaj mënyra e përgatitjes, marrënimi për 12 orë janë detaje në cilat janë shumë të rëndësishme, po ashtu me i cek shumë vin. Po këto e bëjnë atë produktin aq të veçantë. Thotë marrënimi siç ka ndodhur dhe siç ndodh gjithmonë në Louisiana. Tek ne produktet marinohen dhe qëndrojnë brenda restorantit për 12 orë, në mënyrë që këto erëzat e kaxhun të cilat futen brenda produkteve, ato e japin atë shijen as të veçantë. Dhe pastaj në momentin që shërbehet dhe servohet tek musaferët, atëherë në çdo kafshat ti ndjen atë veçorinë e këtyre detajeve të përgatitjes që e bën kaq të veçantë Popeyes. Unë po besoj që gjithë ata që do të vinë do ta shijojnë, do ta dinë të bëjnë diferencë, sepse ne jemi adhurues shumë të madh të mishit. Dhe në momentin kur e ham një pul të marinuar për 12 orë, po besoj dinë me bëu diferencën pastaj audienca. Ne nga përvoja që kemi, produktet e pulës janë shumë të pëlqyera në vendin tonë, mirë po deri më tani s'kemi pas rastin të kemi. Deri tani nuk e kemi pasur këtë shijen kaq të fortë, kaq të veçantë, e cila vjen nga ky marinim, e cila vjen nga mënyra si gatuhet, se si pjekët dhe se si kombinohen gjitha këto produkte me të cilat zgjidhen me shumë kujdes. Në mënyrë që të përshtatemi edhe në sigurinë ushqimore, në mënyrë që të përshtatemi edhe në shije, mirë po edhe të kemi një konsistencë në shërbim dhe në kujdes ndaj konsumatorit. Shumë mirë, po besoj një specialitet tjetër krahas pulës dhe marinimit janë dhe sosat, sepse po besoj kanë me qenë diçka shumë e rëndësishme kur është puna te pula. Ne kemi e filluam këtë eksperiencën tonë para ca muajsh në Tiranë dhe po, të drejtën kjo, edhe pse nuk ishte që e mendonim shumë, po është një ndër gjitha këto brende që janë sot në treg, është i vetmi që ka shumë lloj-llojshmëri sose, për arsye se edhe produkti vet, edhe mishi i pulës, edhe gjitha ato i kërkon që të jenë si pjesë. Kështu që mendoj që ajo është një pikë shumë e fortë e jona, të cilat do vinë edhe shijet të cilat janë brenda sosave, janë po aq unike, janë po aq të pazakonshme për tregun tonë, se sa mund të gjenden, mirë po aq shumë të pranueshme, për arsye se janë shije, siç thashë më herët, që në bazë e kanë këtë sezonimin me kaxhun, që është një specifik të cilën përgatitet në Louisiana. Louisiana ketë që nëse kuzhinën në Louisiana për me e sjellë në Kosovë, ishte një sfidë? Ishte një, nuk e di, një studim tregu?
Ne kemi filluar ka më shumë se një vit, të Okej. cilën kemi në proces. Bëm përgjigje të mëdha edhe para vendimarrjes për sjellje një brand të madh, për arsye se jo vetëm nga ne si investitor, mirë po edhe nga brendi ka investime të mëdha. Kur flasim për investime, nuk flasim vetëm për ato kostot që ndërtohet një restoran, mirë po investimet e ne që ajo është përparësia kryesore që vijnë këto brendet e ne, është në investime në ekipet, në burimet njerëzore. Të gjitha ata përfitojnë në mënyrë që nesër këto njohuri të marra nga këto brende të kanalizohen edhe në për pjesë tjera të tregut. Kështu që ajo është përparësia shumë e madhe. Ne punuam për një vit, bëm ato detyrat tona me gjitha researchet që ne bëm dhe çfarë shohim dhe me fokus grupe, rezultatet kanë qenë as të mira, rezultatet kanë qenë as të pranueshme për tregun, saqë sot jo vetëm besojmë, sot e dim që vërtet kemi sjellë një brand shumë të pëlqyer në Kosovë. Në rregull. Në Prishtinë Mall, por kemi një datë se kur do të mund t'i shijojmë këto? Më thanë ekipat mos jap në i datë. Thanë më sigurohu që mos më thonë ai numra. Mos t'jau dëmtoj shumë shpejt, këto më besoj, planet a? e marketingit, më shumë shpejt. Shumë shpejt dalin edhe me data, shumë shpejt. Ne jemi afër, ne po shohim që gjithçka po vijnë në Okej. Kosovë, edhe ato marrëdhënimet e famshme të gjitha kanë ardhur, kështu që tani jemi në përgatitje të fundit. Në Kështu që rregull. shumë shpejt. Emisionin e ardhshëm do vijmë me produkte. Okej, edhe atë po besoj që edhe për stafin do të kemi edhe edhe pul të marinuar gjithçka tjetër. Në rregull, është komun. Haruam diçka me përmend, sa i përket gjithë kësaj, po më duket që i tham ato pikat Po kryesore. mendoj që për mbyllëm këtë. Në rregull, në rregull. Unë juroj shumë sukses dhe jam shumë i bindur që feedbacku do të jetë shumë i mirë. Unë thash që në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës pas disa billboarda që po marrin shumë mendje, kështu që edhe njerëzit vetë se kanë filluar të interesohen dhe me zë presin datën e hapjes. Po e shohim edhe ne gjithë këtë një farë presionit të brendshëm, mirë po është shumë pozitiv. Është shumë e mirë që kur të fillon një projekt dhe ke një feedback pozitiv ende pa filluar mirë për konsumatorët, kjo është të jep më shumë motiv, të jep më shumë shtysë që vërtet ta mbash një nivel të lartë të shërbimit dhe të produktit. Kështu që mbetet presim edhe ca ditë dhe Okej, në rregull, ne këtu do të jemi për treguar edhe datën edhe hapjen e Popeyes në Prishtinë Mall. Faleminderit shumë që ishin në studio. Faleminderit shumë, merci.